Ja të kemi edhe njërë së bashku gati për të parë se ku e ka quar Desa Auto Mateon. Lidhemi me të. Hej Mateo! Më dëgjon? Mate, më dëgjon? Me sa duke nuk më dëgjon. Mateo, më dëgjon? Okej. Mendon do të se ku je? Po, unë e di se ku jam, nuk e mendoj fare. E di se ku je, ha? Ku je, ha? Po s'bëhet fjalë, unë këtë rrugë e di përmendsh. Okej, hiqe fashon atere dhe jetoje. A më me ta ku njëri? Si e? Top fare për zotin. Ule Dion! Hajde unë. Na e prezanto pak shokun, kush është? Ky është Red Pajtoni, i shoku im shumë i mirë. Edhe vlla Ildi Pajtonit, i shok që mu do m'ngelin zemër gjithë jetën. Një nga njerëzit më të mirë që më kanë njohur këtë botë. Ule Dion, për me që kanë ditë rrugën. Të ka marrë malli për atë vend. Të ka marrë malli për atë vendin aty, ë? Tu është shtëpia ime. Presim e fitore. Bëhet shumë mirë. Çdo gjë okay. Ne jemi gjithë mirë. Nëse më presim na rikthehet. Do doja që të ishte staf i krejt, po shkoj ora, edhe ikin ato të di që të shkoj ora ato ikin komplet. Po m'gënjen. Jo, se s'gënjen. Hajde, do bëjmë një set të video. Hajde një set aty me 120 kile. Ky është kampioni Qip Sabria. Kampioni Edri Pandazi. Përfaqësuesi i Vorës. Se ka emocione. Po. Kena dhe. O, mreti. Mreti vogël. Mreti pro vogël. Rea, duket se pas ka shumë nga ike ime. Qa bo? Ti do ma bësh intervistën, që ka këthy rollet. Se djeta që ti heqto ati maj. Jo, mbaj, se s'kemi si t'i gjone pas ka lop pa buk, o qim. Si, Ledion? Duhet ta mbash kufjen, them se s'kemi si merremi vesh. O qim. Pa, po, gjoj këto, t'ju gjoj juve, s'di. O, zëti ma. Po, Ledion, tash jam shpin time. Thash, rrugën e dia për ben që kam thënë shoferit, gjdo për dur, gjdo këthes që ka kalu, Gjdo grop. sa kam një poshtë dhe aromën e venit e kam një. Bravo Mateo! Bravo, Kjo është thjesht një palestër, kjo është shtëpia e madhe Hit Fit by Ildi Pajtoni. Dhe me qëra fjalla, Hit Fit by Ildi Pajtoni është palestra më e madhe në Tiranë me sipërfaqe mbi 1000 metra katror, sauna, pajisjet më të fundit teknogjim, trajner, si që shikoni të certifikuar, salla aerobie, pilates, parking falas. E gjeni në katin e tretë në qendrën Pajtoni, në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës. Nuk do të surprizohet vetëm Mateo, i cili e mori gjithë dashurinë e stafit edhe të asaj që e quan shtëpia e tij e dytë, por të gjithë banorët e Big Brother, sepse Hit Fit ju dhuron të gjithë yjeve tan abonim 1 vjeçar falas. Hit Fit by Ildi Pajtoni, arritjet e mëdha nisin këto. Edhe do vitë gjithë se s'bën,
përveç Rogertit po i qitëm në orar. Pra atë do e mendojmë, po i qitëm në i vend bosh. Rogerti do 2 personal trainer, jo 1. I do pësu. Rogerti do 2 psikologë. Ta bëjmë shtanë shtërë. Shtak shtri. Do bosh në do bosh në shkoj. Do bëjmë? Ka rën pak, o quna, shikoni, ka rën pak. Ka rën shumë, jo pak. Doca ka rën pak, nuk është e pra... Dashka dhun nga gogët qim. Një 20 mjafton, jo më shumë. Ti, thaj, të dhjetë? Zemi. Fillon hekrat. Dalë mrava, si ka? E jarë ku ka nevoj mreti. Ajde Mateo i qik më shumë, se këtë e bëj dhe unë me Monikën. Jo më është Zemi. Ashtë Zemi e kjo. Shto. Prit fudi e dhjetë, mos dalim blok. Prit se dhe bëj dhe një se s'pat la. Po pra, shtoj një tamam. Fudi e zeqë që se dhe ikin. Shtoj tamam. Po dhe shtova mos pargjikoni se... A, shtoni dhe një dhjeqe, edhe një dhjeqe duhet, edhe një dhjeqe. Jam një zeqe. Jo pra, 20 u bën aty, sa i bje 80. Edhe 20 boshti. E pra 20 me gjithë boshti, po hajë. Vetëm nga i natë se lekë. Opa! Bravo Mateo! Mirë, nuk e keq. O jam keq fare, po të themere, mirë duke ty, ma... E, po kështu është, ti e ke mëndin të përqafohesh, nuk e ke mëndin të shtyshme, kështu që... Po sa i sollet vegla ty, mo, qatë bëjmë? Ngrej brikenën si shtangë. Ngrej brikenën, thot. Qatë për puna? Prejti me fitorë. Je, mashallah. Vetëm vazhdo shu se që. Qike do pësu pak, po, mashallah. O, jam bëj dorë, jam do pësu, po. Ja, në aspekt e lojës është... Super fare. Mateo, e di që do doje të rria aty, po... Ato mërzit dhe kër i përmen moshën e për, se ti pëse, për. Se ti që ka i mirë, për. A i tani. Mateo, duhet të kthesh, takoj stafin, miqtë e tu të ngusht, thuaj mirupafshim vendit për momentin. Kjo stafin ma i mirë në botë. Vini si 3 kachurela dhe. A dhe prej lija? Jo, nuk është ndërprer, Mateo, thjesht po të prej ty që të kthesh. Yes, do më mungoj, do më thëmë ka mungu qdo ditë energjia pozitive që kam pas këtu ledjose atje, luftra, debatet, kota. Unë jam i njeri që këtu gjithë ditën e kam busqeshen të stampuar ftyrë, se për mu nuk është thjesht palestër, është i komunitet, është familje, dhe energji që marrë këtu nuk e marrë me asnjë vend tjetër. A, sa bukur është të puna të bëhet, si shtëpi e dytë është fantastike. Ere, që mikrofoni. Edhe i mund të rinë bati. Njepi. Po i mujtë do rriti se s'vane, se po dojnë të ashim aroma punë. Jo, janë ashtu si që. Thank you very much. Jemi me ty. Mateo përshëndetet me stafin e ti të ngusht. E trashkimtar i vogël, ere. A si dhe mirë me mësëzi me klientë. Ajde, sukses. E mbret. Po si s'na e support nga vora, mërë, po qa bët? E ke pas. Eja Mateo të pres. Po ku e, o gjagjivi. Sukses. Po që shqe biton ngele tje, për në shpen edhe i pare dhe i fundi. Hajde të përcjellë. Okej, Mateo bëhet gati për të kthyer nga fiti me desa auto brenda në shtëpinë e Big Brother, ndërkohë ne shkojmë në studio. Edhe në shtëpi, me qare fjalë se në studio jeni vetëm ne këtu ç'do bëjmë. Brikina Ami.
Ledion, jam shumë e lumtur për Mateon, e ka merituar me përjetu një emocion tillë, se ka përmend disa herë që i mungonte palestra, kish qef me shku në palestër, kështu që jam shumë e lumtur për ta. Ledion, po si dolën gjithë për aerosje vetëm unë ngela këtu brenda. Uroj të bëni Si dolën deri te studio kanë ardhur unë shkreta me këto 4 faqet e morin. Të gjithë dolën për aerosje, po nuk di. Shiko, si dihet, ende ka shpresë për ju të tjerët që s'keni dalë për aerosje. Ende ka shpresë. Dëgjoj, me qara fjala, a ke pirë një qik manati, moj? Ledion, jo që kam pirë, po me që sera fjala kur të shkoj në shtëpi, unë kam hyrë një tjetër version në fillim, dhe po dalë si një tjetër version i imi nga ana fizike që edhe Rogerti ka rënë në sy tani më. Kam diku te 3 javë që po e konsumoj rregullisht, mëngjes dhe darkë, edhe më besoni që është zgjedhja e dur, sepse me sa kuptoj nga rrobat e mia, mund të kem humbur diku te 3-4 kile, për mos më thënë më shumë. Dhe jam shumë e lumtur që Manati është bashkëdhëtari jon në këtë eksperiencë unike. Faleminderit shumë Manati. Se kuptoj se humbasin aty njerëzit e gabuar kilogram, po nisë. Si? Dgjoj. Jo, thash në bazë të rrobave. Këtë javë ka ardhur në shtëpinë e Big Brother sfida Be Happy mundsuar nga tek Tirana Eastgate, qendra tregtare që lidhet natyrshëm me stilin, energjinë dhe përjetimet që bëjnë diferencën çdo ditë, nga shopping për trendet më të fundit të modës, dhe shijet e rafinuara në restorantet dhe zonën e gastronomisë dhe momentet e argëtimit që mbeten gjatë në mendje. Teg, vendi ku çdo detaj kthehet në eksperiencë, ja se si keni luajtur ju me të gjatë këtyre ditëve brenda shtëpisë së Big Brother. Shohim sfidën e Teg. Banor, këtë javë do të përballeni me një sfidë plot energji nga Teg. Gjej mesazhet e fshehura në shtëpit. Grupi Leila, Stenaldo, Nicola, Shëndriti, Brikena, Selin dhe Miri. Gjithmonë premier më të fundit e zhanrat të ndryshme. Me 150 dyqane që ofrojnë trendet më të fundit. Do të rish pa fund. Be happy. Teg është green, energji e gjeneruar nga panele diellore. Teg është dëgjuar me standarde ndërkombëtare nga arkitektura të çdo detaj shërbimi. Çdo vizitë në Teg sjell diçka të re, në një atmosferë gjatë që ju fton të riktheheni sërish. Teg. Teg sot numëron mbi 10.5 milion vizitorë në vit. Teg ofron akses të lehtë nga të gjitha drejtimet e Tiranës. Teg qendra e parë pet friendly në Shqipëri. Teg. Shihet dhe shumë argëtim. Teg, be happy. Gjashtë. Sot do të zhvilloni fazën e dytë të sfidës Teg.